Aleikum salam, Allahu rahmatullah. të shpërbleft për takimin që e banëm. Kem derën që të takum edhe të bëjmë këtë ndreje me ty. Inshallah do t'i bëjmë edhe disa pyetje. Nëse ke dëshirë të na përgjigjesh, je i mirë pritër. Patjetër, s'ka asnjë problem inshallah taala. Çfarë është pyetja? Pyetja por është hoq, çka mund të kuptoj nga goditjet e breshrit në tokat shqiptare? Në ki fjallën vetëm në tokat e Kosovës, apo gjithë shqiptare? Gjithë shqiptare. E jetë bosnjak vetë sërbë. Jo, vetëm shqiptare. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. Në gjuhën arabe ka dy shprehje të çuditshme. Edhe ato të dyja i kemi edhe na shqip që e përdorim. Që se po zadoni bela. Ka në arabishte bela edhe ibtila. Bela, ke bon gjunahe, anit ka kap kjo bela. Mëkate ke bon. Sepse kur ngarkohen mëkatet, lejohet ndëshkimi. Kur bëhen mëkatet e mëdha, Allahu Gjellëshanuhu edhe Ademin në gjenet kër e ka përdore atë pëmën, e ka ndëshkua ka gjvesh bashkë me havën. Të ju kujtohet rasti. Kurse ibtila, Allahu Gjellëshanuhu e sprovon e robin për mja qelë një kosur ati imanin, besimin. Së kur jenë sprovu pejgambert, pra, ka bela goditje me denim, ka sprov ibtilaja. Sprova në kap të gjithëve. Inshallah belaja s'na kap neve. E sprova është vdes baba, vdes nona, vdes e vladi, vdes vllau, vdes kallët shtëpia, kështë më radhë, robi që do të paraqitet në rastet e tilla para Allahut xhalla xhelalu. Kurse belaja me bela bëhet të lashe qeter, vjen për Allahut lloj ndeshkimi, sepse keni bërë mëkat. Unë do të lidhi këtë punë, Allahu Gjellëshanuhu në suretul Isra, në ajetin 59 thot, wa ma nursilu bil ajati illa takhvifa. Ajet kuranor prej surës Al-Isra. Në gjdo fenomen, gjdo sprov që ja qojmë popullit, atë sprov që ta ketë parasysh mos të bëjë gabime, po në të friksohet për Allahut xhalla xhelalu. Qysh mos të bëjë gabime? Nëse një popull Allah i na rujt, zinan për hapët, alkoholi për hapët, vllavrasja për hapët, hajnia për hapët, arroganca ndaj prindërve për hapët, janë disa mëkate të mëdha, gjunahe të mëdha që me merit ju vjen ndëshkimi për Allahut xhalla xhelalu. Prandaj duhet ta lidhi unë këtë çështje me hallin e këtyre ditëve që i kaluam dje në zonat e ndryshme të Kosovës, ra dhe bresha i madh, derisa dje edhe sot ka pas në zonat e larta të Tropolit, Bajramcurit, prej breshtit lart ka kaluar edhe gjys metre si formë bore, që janë detyrua ata bregtorët me i trazue kafshet e tyre prej vendeve ku i kanë pasë me i ullë në tokat e ulta. Çfarë do të thonë midis dverës bore madhe. Kjo është një fenomen i çuditshëm. Allahu çka po thotë, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Çdo fenomen, çdo ajet që po ja çem, çdo sprov që po ja çem, që tin kthehen rrugt Allahut xhalla xhelalu. E këtu na nuk dim se s'kemi folë me Zotin, më thon dikush, ku po e di ke di hoxh që Allahu ja ka prish atij vllaut Bostonin. Unë i bëj selam atij vllaut që ka dëmtuar, cilin e kam pa TikTok, 7 hektar Boston e 1 hektar Pjepën. Allah ja kompenzoft në bereqet tjetër. Të bëjmë dua, pse kemi qef, a kemi dëshirë në me ju dëmtu? Ose ati tjetërit një hëngër delet prej ujkut, ose ati tjerit vërshimi mja marë bereqetin e kështu më radhë. Allahu Gjellëshanu të gjitha kombet që kanë kaluar para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i ka sprovua me këto sprova. Prandaj ju tham të gjithëve që na ndëgjoni, është një sprovë shumë e çuditshme
prej ajetit 16-17 prej surës El Kalem. Andaj edhe e lexoni, prandaj po e tham edhe me numër 16-17 ajeti fillon inna belewnahum kama belewna ashabal janna idh aqsamu la yasrimunha musbihin. Janë 12 ajetet Kuranit prej surës El Kalem që tregojnë se si Allahu Gjallëshanu 3 vllaznive që ju ka vdek baba, kanë thonë hajtë se ai ka thonë nas po japim prej bereqetit që do ta vjelim nesër. Mbranda natës Allahu ja ka çuar një furtunë stuhi të madhe edhe e ka shkatruar. Po kur kanë bërë tauba istighfar, Allahu Gjalla Xhelalu përsëri u ka kompenzuar atë bereqet wallahu alam. Kjo një Allahu ja kompenzoi dhe ati vllajt bereqetin që është damtuante edhe me siguri edhe organet kompetente shtetënore tona me siguri kanë parasysh këto gjëra që vinë të padëshiruara për neve. E sa i përket këtyre festave, çfarë kanë ato festa që kishin? Ishte çfarë do bie ka për shqiptarët festat si Sani Hill, Doku Fest e tjerë. Sani Hill? Sani Hill. Sani Hill. Sani Hill. Këto unë pa e filozofua hiç. Prapavije këtyne është moshën adoleshente me mashtrua. Me shpërnda sa ma shumë drogën në për këti vende, alkoholin, përzirjen e trive me trejat, edhe me arrit qëllimit deri te amoraliteti të zinaja. Nuk ka tjetër, ma ato kulturë nuk në sjellin, rrymat e huja neve kulturë si në sjellin, neve s'pë në sjell kulturën halët tona që pari kemi, me fen tonë, me kombin tonë, me adheun tonë, me anik një kudjune, e do të mirëm me qka është ajo Sani Hill. Ato nuk ka të shpërndahat drogë edhe birra më të madhe, dohani, edhe mbushja dhe strëmbushja me treja të moshave të ndryshme, të cilët vetëm bëjnë shkatrim në moral as tjetër. E është kjo festa tjetër këtu edhe në Prizren, shëpatanin kjo Prizren. Doku Fest, unë sa kam kënë imam veti, thesh na, jo Doku Fest, po Doku Dreq. Vetë ata punëtorët e sigurimit që majnë natë, ato ditët që majnë 7 dita, një javë 10 ditë, vetë ata sigurimit që majnë atë regonin vetë ata të regojnë. Që ata sigurimit tonë që për erujnë situatën, edhe policia janë, që ato ditë është ditë fesatu. Me qka droga më të madhe, droga është më të madhe, birra 5 birën me të madhe dhe ato me falen me shlepera, janë veç pini ju, musliman, veç pini e këtë alkohol, marketing, veç pini alkoholin, që një pik alkohol me pi, është haram i njësoj si me pi një gotë, këto marketing këto për bëj, po ma mirë për jo bëj marketing që ka është alkoholi, ma të vjershën e 64 që e kam mësua une prej abetares në 1964, në abetare e kam mësu, edhe se harrej kur deri të vdes, pjaneci, e ju që pini, nga në mirë këtë vjersh, inshallah për hirë të Allahit, po e tham, e lini, afer bregut të një lumi, kjo i përshtatët brigjeve të lumit lumbar të Prizrenit, afer bregut të një lumi ku kalon të ujë shumë, pin të këndon të një njeri pjaneci në gosti, raki, hapi krah dhe ra përmbi, ra në lumë, derë në fit dhe në qeft rakis drejt që u mbytë. Kjo është një vjersh prej 64 që kam su në vetare në fillore, e tash, këta unë po e reklamoj pra kundër alkoholit dhe drogës. Mandaj, pra pa këtyne vijave, rezultati i kësaj është edhe kjo, si kur që thash edhe në të Hillin që ka kej savën, që keje? Sani Hill. Edhe kjo Doku Fest, Sani Hill, edhe kret me qëto që po mundohen neve gjoja përëndimore, sa pa i bëj kret,
edhe ata parelit, ata qëllimin e kanë vinë deri te prishja e moralit, kësaj popullatës tonë, që një fije qaj moral në kamet. Çka në kamet neve që të sen? Çka në ka ngellë që të sen? Familjet prishet. Prishet e vladi, baba, nona, me fëmijët e vetë. Qoftë me mashkullin, djalin, qoftë edhe me femën. Ata duan të luajnë me moralin tonë, me amoralitetet që i zhvillojnë në trojet tona. Prandaj ju tham shumë gjëra. Në fund po e mbylli, për këtë nuk po e zati më shumë, po ju tham runi 8 pika. 8 pika runi. Ato e shumë, po mas mi bo kalabalëk i madh. Numër 1, çdo punë të mirë që e bani sinqerisht për Allah. Numër 2, respektoni prindët, babën e nënën. Numër 3, nderoni familjet e juja, mashkulli femnën e femna mashkullin. Numër 4, edukoni fëmijët e juj, e mos i lini në për kësifar doku festa, doku dreqen. Vinë filma prej Meksikës, prej Argentinës, prej Kudjune, se na kemi shumë nevoj për ata filma, filma spanjolle. Kemi shumë nevoj për ata filma. Mandaj, rune dinin e ju, apo she kundra dinit islam sa po flitet keq kohëve të fundit, sa i kanë zgjatë gjuhën anti-islamistat dhe islamofobat. Mandaj, duhet me kenë të arrujnë vatanin, jemi edhe dashës. Mandaj, në fund, jemi edhe moralin, të arrujnë shumë, sepse pa moral, s'minjet në ndërë shpis. Pa moral, e ju e kuptoni, pa moral nuk minjet në ndërë shpis me banua, edhe fundit është rune dinarin, apo euron, apo kurse në lekun e ju. E për këta pikrisht ju thëmë të gjithë dhe kretë kush për në ndëgjoni, sa do i keni pakat e ulta të vogla, banë nuk ta unë që për ju thëmë do të arrini suksesin. Punoni, fitoni, kurseni, reduktoni, aty ku duhet jitni. Ju përshëndesim nga kjo naje e vogël këtu, inshallah me dobi të madhe. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.